Shkon e flet lart e poshtë, le të vi këtu. Tanive do punonin në të njëjtin vend. Ndoshta kafet mund të bëhen pak më të shpeshta. E të gjitha, do bëni shoqe me njëra tjetrën? Unë nuk e njoh, kështu që nuk e besoj që i përshtatet karakteri tem edhe pjesë shoqërisë tem. Po, është mundësia që ju të njiheni edhe duke të sqaroni ndoshta këto situata të krijuara pa. Jo, vetëm në qoftë se ajo do përballje, përderisa shkon e flet lart e poshtë, le të vi këtu, unë jam e gatshme të përballem dhe të kthej përgjigje. Bravo Gjenki. Au. Çfarë s'ka folur? Po në qoftë se ti ngjon thashë themë ti di sepse nga ju vin tek unë, se unë nuk e njoh, nuk e ngjoj atë. Kështu që përderisa flet lart e poshtë, si jam unë, si sillem unë këtu dhe çfarë punë bëj, me kë rri unë jashtë, le të vi le të ma thot këtu dhe unë përballem. I kthej përgjigje për çfarë do. Ina deri te takimi ka shkuar, jo, me sa duket, jo. Thashë theme të tjera duhet të hyjmë Ina ti studiojmë çik se pas ka avancuar puna dhe s'pas kemi marrë vesh asgjë. Përderisa shkon e flet